Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live intim, unë do hap dritaren dhe do ftoj një zonjë, ajo quhet Leonora Sinaj dhe është vlonjate. Ajo ka vendosur të tregojë historinë e familjes së saj dhe padyshim ka një histori të dhimbshme që lidhet me nënën e saj të ndjer. E hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Leonora. E dashur Leonora, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt më ke telefonuar dhe kërkon që një problem ta ndash, sepse është një problem që kërkon t'i gjesh një zgjidhje. Po. Për çfarë bëhet fjalë? Unë kërkoj më shumë për një amanet. Në vitin 64 ka lindur një djalë, vëlla. Edhe ka qenë rreth moshës 3 vjeç, është shtruar në spitalin e Vlorës në distrofike. Mbas sa ka ndënjur nuk e mbaj mend, një muaj ka ndënjur, ka vajtur papia dhe nuk kanë dhënë. I kanë thënë që do ta japim, do e bien vet mbas sa dite. Siç shiku babai se ishim me punë në fshat, e prum mbas një jave thot mami, fëmijën e vdekur, pa lajmëruar pa gjë, edhe e sollën me 2 ushtar. Edhe arkivolin e kishin të gozhduar me gorzat më vaja, rreth e rrotu, dhe nuk na i lanë as të hapën, as që ta prekte mami me dorë, nëna. Edhe rreth 2 ore kanë lënë aty, e kanë varrosur, as në varreza nuk e lanë mami. Në kohën që ishte aty me fjalë fëmia, mami ka duke qarë dhe kapi cepin. Vitin ta ngrinte, ajo rëndonte. E troqi ushtari i bërtiti mos e prek me dorë, i tha. Katër vjetë dish mami. Në la mami edhe në 7-40 i doli një nusje vllajt. I thosh që unë nuk e kam djalin këtu, të më gjejnë djalin, thosh se nuk e kam këtu djalin, e kam gjatë. Në ndër. Në vit që bëm varroshin, i afruan fëmijët. Mi për mamit për të vdekur, kam vdekur 2 fëmijë. Po. Edhe kur hapën varet, që i afruan afër mamit, bën bashk, te ky varri vllajt nuk gjeti asnjë. Po gabimi jonë është se nuk e pandem që t'i bënim një foto apo një video. Ky është gabimi jonë, që nuk i bën një video. Ju bët zhvarrimin, hapët varrin e vllajt? Bën zhvarrim, edhe i afruam afër me mami. Po. Kockat. Edhe te ky varri i vllajt nuk gjetën as edhe një gjë. Kurse te varri i vllajt e vogël, ish më i vogël 2 vjeç, gjetën komplet skeletin. Kurse te ky asgjë. Edhe arkivoli ka qenë bosh. Nisëm që të kërkojmë. E qartë, arkivoli ishte bosh. Po. Shiko, atje arkivoli ato janë shkrirë llogat, e kupton? Por që nuk ishte kotka, kurse te varri tjetër kishte. Edhe pse ishte më i vogël vllai tjetër. Po, edhe pse ishte më i vogël ai. Ai ishte 2 vjeç kur ka qenë 3, thot mami. Po gabimi jon i vllajt nuk na vajti mendja që të filmonim, të bënim një video zvarrimit e varrit. Që kishte kocka apo jo, atje nuk na u dha mundësia dhe. E qartë, e dashur Leonora, më lejon të pyes? Po. Familja juaj, nëna juaj ndjer si quhesh? Nëna ime quhet Xhevo Beleri. Xhevo Beleri. Po. Ka jetuar në çfarë vendi? Në Gjormë të Vlorës. Gjormë të Vlorës. Ajo e solli djalin në çfarë viti? Në datën 10 gusht 64. Dhe vdiq sipas mjekëve që ju dhan lajmin çfarë viti? Sipas mamit, se ajo kishte vitra, po ma tregonte kështu si histori mua. Ka vdekur rreth mosës 3 vjeç. I bie 1967. Nuk ka marrë atë certifikatën e vdekjes, nuk e mora dot. E qartë, i bie afërsisht viti 1967. Vdekja, përderisa ka lindur 64-ën. Por vllai ishte fëmia i parë që nëna kishte sjellë në jetë? Jo. Vllai ishte fëmia i 5. I 5. Tani duhet ishte rreth 60 vjeç. Ne jemi 10 fëmijë.
Me fjalë ishim 10 fëmijë bashkë me 2 të vdekurit, po që rreth mosh 6 vjet. Keni ngelur 8 se 2 kanë vdekur. Jemi 8 shoqyr, jemi plot. Plot jeni dhe me jetë. Unë do e kërkoj vetëm për amanetin, se po vete rreth goxha që më del edhe në ëndër mami vet, po vete një 3-4 muaj mos dhe më që më del ëndra të ndryshme. I bie që nuk gjen rehat. E dashur Leonora. Jo se kërkoj se nuk jam, unë jam plot shoqyr, po vetëm për këtë pjesë e kërkoj. Inshallah të jetë gjallë për veten e tij. Për të zbuluar këtë të vërtetë dhe për ta çuar amanetin e nënës tënde të ndjer Xhevos deri në fund. E dashur Leonora, por si ja vendosi emrin djalit? E ka emrin Balil Beleri. Balil. Ndërkohë Balili kur erdhi në jetë, atë që u ka treguar nëna, ai lindi një fëmijë i shëndetshëm. Po, një fëmijë i shëndetshëm, atje ai kur smurshin i çonin distrofik të Vlorës, thot mami. Por edhe atje e çuan djalin. Por çfarë ndodhi sipas nënës tënde kur ai ishte 3 vjeç? Çfarë ndodhi me shëndetin e Balilit që ajo e çoi në spital? Nuk të gënjej dot për këtë, janë sëmurë, po që para një javë para se të vdiste, 3 ditë para se të vdiste, 3-4 ditë, ka vajtur babai, edhe nuk ja kanë dhënë, e njojti babain e bëri, i tha që ta merte, edhe nuk ja dhanë babait. I thanë që dale, i thanë se do rritë një 2 ditë, edhe do ta veti, i thanë. Ajo nuk vonoi as 2 ditë, as 3 ditë në gjë tillë, edhe sollën të vdekur. Erdhi lajmi. Biles nuk i lajmëruan fare, thot. Nuk i lajmëruan fare, nëse atje na i bëshim me lajmërime na. E qartë, ishin telegrame. Atje na nuk i lajmëruan fare. Edhe brenda ditës, brenda 2 ore, thot mami, djalin e varsën. Edhe me ushtar. Sa qëndroi në spitalin e Vlorës djali 3 vjeç në ato kohë? Nuk të gënjej dot për këtë sa ka ndonjë, nuk e di. Dot sa ka ndonjë, 10 ditë, 15 ditë, nuk e di, s'e di. Por nëna e kupton se mami ma tregonte si i ori. E qartë, unë po të pyes dhe ti më trego ato që di për të kuptuar edhe ne ngjarjen e dashur Leonora. Por në momentin që e shtroi në spital, nëna nuk u lejua të qëndronte në spital. Jo, në distrofike nuk lejohesh. Si janë vetëm fëmijët. Po, vetëm fëmijët. Por unë jam e sigurt që përgjatë atyre 10 ditëve, 15 ditëve sa mund të ketë qëndruar foshja në spital, nëna dhe babai kanë shkuar, janë interesuar për djalin. Nëna nuk vi, ishte shumë larg, nëna atje në makina s'kishte, po vajti babai, po them, edhe nuk e lan që ta merte. Por çfarë i than babai në atë kohë? Ishte mirë me shëndet, po përmirësohej? Babai thoshte që sipas mami gjithmonë, babai thoshte që ishte fëmijë shëndetshëm edhe më njojti, më bëri sado që edhe kur i ka unë thot ai çau, se donte që të vinte. Ata nuk e linin. Dhe besoj që ka qenë një dhimbje e madhe kur nënës tënde të ndjer i kanë shkuar 2 ushtarë në shtëpi me arkivolin e fëmijës. Atë henaj, po, henaj ka qenë shumë dhimbje e madhe se nuk më hapën, thot mami, arkivolin. Ne ishin me 4 gozhda rreth e rrotull të mëdhaja. Edhe nuk më lini ta preka me dorë. Por në një moment thot që unë e preka arkivolin kështu me dorë, se flas edhe kështu, edhe nuk lëvizte nga vendi, aq e rënd ishte. Që të mendosh një fëmijë 3 vjeç sa peshon? Po, sa peshon kur është hapur vari, vllai thot nuk gjeta goshti, duket kanë qenë dhoga, se s'ka mundsi. Nuk gjeta me fjalë se po t'ishte guri do lëvizte, thot mami. E qartë. Se duket ka qenë izoluar me dhoga ajo, se s'ka mundsi. Por pas kësaj ngjarje, le të themi nëna juaj e besoi apo asnjëherë nuk e besoi që fëmia i kishte vdekur? Atëherë nuk diheshin, atëherë ma tregonte si histori, po unë nuk i vura veshin aq mirë. Kur vdiq mami pastaj, thash unë u dilte 29, edhe në vit pastaj siç bën zhvarrosjen e fëmijëve, që i afroam afër varrezave të mamit, të ishin si një nga një. Atëherë po sa është gabimi jon që vetëm që nuk bëm një video kur hapëm varri, nuk ram në të. E qartë, e kuptoj. Po siç dilte në ëndër pastaj, vetëm për këtë. Sa vite u bësh? Vetëm për amanetin e kërkoj. Inshallah të jetë gjallë për vetë e tij edhe parë.
Në shi edhe për neve, po që për vetë tja. Unë kam obligim që ta kërkoj se ma ka thënë mami mua të historie dhe më del edhe në ndër. Sidomos këto 3-4 muaj më del goxha ndër. E të besoj. E ke kështu si peng që duhet Unë ka pat si thonë hallet e mia, po prap se prap dhe juve ma keni kruar mundësin, sidomos kur ka pat ajo ditëlindjen apo në vit të mamit, gjithmonë keni marrë natë ditë që masë më tjetë i gjallë. Në ditëlindje të mamit më mori gazetarja juaj, që unë se kisha se prisja fare. Në vit të mamit prap, që bëri 4 vjetor, më keni marrë. Wow. Masë mund tjetë, në rasti mund tjetë, po mund tjetë edhe inshallah të jetë gjatë. Çfarë koincidence? Ne ju kemi telefonuar në data shumë të rëndësishme për familjen tuaj pa e ditur ne. Gazetarja më ka telefonuar në ditëlindjen e mamit, në 20 shkurt, prap dhe në 24 shkurt, të shkurt, tani që kaloj. Po, prap edhe 24 shkurt, mase të është një sinjal. Është një sinjal. Dhe prandaj jemi të dyja sot, dhe ti po ma tregon këtë histori gjithnjë me shpresën për të zbuluar kjo e vërtet. Ty të shfaqet nëna në ëndër dhe unë e kuptoj që e ke një peng që do amaneti ta çosh deri në fund. Përpara se të vdiste ta ka kërkuar që ma kërko, ma gjej djalin vllan? Po, kupton, ajo e thoshti si histori edhe po prap se kur vdiq nuk është se pandeha se do vdiste, se ka vdekur brenda ditës, se nuk është se qa moshe vdiq nëna? Po që e thoshte gjithmonë, e thosh kështu si shpreje, se ta dija do ashtu do ta incizoja, po nuk e pandeha se do vdiste në atë kohë. Nëna qa moshe vdiq? 84, 83. 83. E qartë, e kuptoj, edhe pse ajo sëllën jetë shumë fëmijë i ka patur breng. Memorien e kishte, çdo gjë kishte. Memorien e kishte për fëmijën edhe mbante edhe ditëlindjet, mbante të gjitha, edhe të djalin, të djeme që kishin vdekur, mbante më ditëlindjet e të gjitha. E kishte më. Por, e dashur Leonora, jeni interesuar tek spitali apo në arkivën e spitalit për të mësuar? Jo, nuk të them drejtën, jo, nuk se do që edhe që të vesh, do që me një të njëjtur se nuk të i tregojnë të vërtetën. Edhe thash, ndaj do të drejtojmë juve Jodetës. Që faleminderit që më përgjigjet. Dhe unë të falenderoj që të kam sot. E dashur Leonora, por dua të bëj dhe një pyetje. Në momentin që trupi erdhi në shtëpi dhe u bë varrimi, e dyshimte gjithë historia sepse faktet pas shumë viteve treguan që në atë varr nuk u gjet asgjë. Kur ju bë zhvarrimin për t'i bashkuar nënën me 2 fëmijët e saj që i humbi dhe ka qenë e dhimbshme. Por në momentin që erdhi trupi, babai nuk shkoi në spital për të interesuar pse vdiq fëmia, kush është diagnoza? Babai në atë kohë, kur erdhi trupi, babai në atë kohë punonte si çoban me të kooperativës, se po ishin në Korçë në atë kohë. Nga Vlora edhe kur nga Korça që vajti në spital, Atenaj, pastaj ai ku 2 ditë, 3 ditë kanë ndonjër atje, si që ku babai, erdhi djali, edhe nuk, sa do që të ishte shumë largë, nuk vine do të babai. Jo, më vonë. Nuk ishte babai në kohën që vdiq. Nuk shkoj asnjëherë në spital pas vdekjes. Jo, nuk shkuan asnjë se me erdhi arkivori me fëmijë dhe nuk i ran. Ne po e prezantojmë këtë histori të dyja sot për herë të parë, gjithë me shpresën për ta zbuluar të vërtetë, sepse është e mistershme, e gjithë kjo që ti po tregon ditën e sotme. Mister, është mister shumë i gjallë, mister. Por vëllezrit dhe motrat e tjerë, edhe ata janë shokuar kur kanë mësuar që varri ishte bosh. Vëllezrit e kam marrë kur ka vdekur mami. E kam treguar unë si histori, kur vdiq nëna. Po pse nuk e dini vëllezrit dhe motrat? Nuk e tregova më përpara. Kur vdiq nëna, pastaj e thash kështu. Kur të bëhet viti, thash, se atena kështu ishte rregulli, kur bëhet viti do bëni zhvarrosjen. Edhe i thash vllajt që kam në fshat që bëni zhvarros. I thash shikoje mirë, ka. Por si ka mundësi? Kishte vëllezrit dhe motrat e tjerë nuk e kanë ditur që Jo, ata dini që kishte vdekur, po për si histori nuk e din, ma kishte mua mami. Me detaje, ke qenë i vetmi familje të themi që ke ditur historinë. Por historinë po unë e dija. Por besoj pa. Për historinë po. Pastaj si vdiq mami, unë thash të gjithëve që kështu, edhe e kanë çik si
duket si habi, po unë do ta kërkoj vetëm për amanetin e mamit edhe nuk të rishe. E qartë, e kuptoj, por edhe ata janë shokuar kur e kanë mësuar këtë histori. Janë shokuar sipas historisë që u thash, nuk e besonin për momentin. Po kur hapi vllai varin, që bën zvarrosjen, atëherë i vllai më tha, nuk ka. Kështu që Nora kërkova. Mundohu tha që të kërkosh. Pra, le të themi tashmë të gjithë jeni në kërkim të kësaj të vërtete. Po, të gjithë tani po jemi në djeni. I kanë vënë në djeni të gjithë, as bet fjalë. Të gjithë i kanë vënë djeni. Më lejo t'jap edhe një herë të dhënat e vllait tënd me shpresën që kushdo që na ndjek të na ndihmojë me informacione. Balil Beleri. Më korrigjon nëse Balil Beleri. Më korrigjon nëse Beleraj. Beleraj ndi emri. Beleraj, po. Beleraj. Datëlindja 10 gusht 1964, lindi në Vlorë, në Gjormë të Vlorës dhe vdiq sipas të gjithë dokumentave dhe historisë në 1967 në spital në qytetin e Vlorës dhe u varros në këtë vit, por pas shumë viteve kur vdiq nëna, ju zbuluat që ai varri ishte bosh dhe dyshoni se ndoshta diçka është fshehur në spital. Po. Mund të jetë çuar. Inshallah, jetë të gjallë, jetë për vete ti arat pare dhe unë të çoj amanetin e nënës. Në ato vite edhe mund të kenë ndodhur këtë histori që fëmijë që merreshin, nëna që kishin shumë fëmijë, mund t'u merrnin një fëmijë dhe ai jepnin një familje që s'kishte fëmijë. Ai ishte si fëmijë zgjuar thosh mami, ishte shumë i zgjuar. Ishte fëmijë shkathët, fëmijë zgjuar. Edhe i ka ngel kështu mamit. Peng. Dhe është larguar nga kjo jetë me atë peng të madh. Po. Për të larguar nga kjo jetë e thoshte vetë ajo gjithnjë që unë e kam gjallë, e ndjen zemra ime, thosh sado që ishte moshatare. Unë e kam gjallë, thosh. E dashur Leonora, nëse historia është kështu dhe vllai juaj nuk ndroi jetë, por dikush e bëri të gjithë këtë ngjarje dhe ai u birsua, u rriti një familje tjetër, por duke u bazuar nga ditëlindja 10 gushti 1964, ndodhet diku të dëgjon e imagjinojmë për një moment kështu se e vërteta nuk dihet, çfarë do i thoshe ditën e sotme, drejtuar vllait tënd që mund të mbajë dhe një emër tjetër, se mbi emër sigurisht nëse është birsuar mba mbiemrin e familjes. Për mua tjetë në radhë parë tjetë i gjallë për veten e tij, edhe inshallah unë nuk i prish jetën. Unë shoqyr jam veti 8 motra e vëlla, jam plot. Unë vetëm për atë amanetin e nënës. Që ta çoj te varri nënës. Këtë dua. Uroj që të zbardhet kjo e vërtet, të jetë ashtu siç dëshoni. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt dhe të përqafoje dashur Leonora. Faleminderit. Mirë, e dëgjuam historinë e Leonorës, e urojmë me shpirt dhe me zemër që të zbardhet kjo e vërtet dhe ajo të arrit ta gjej vllain dhe ai të jetë gjallë ashtu siç dyshoi e ndjera nëna e tij, por dhe vetë motra dhe vëllezërit që sot pas zhvarrimit që nuk gjetën asgjë në varr, dyshojnë se ai është gjallë. Mirë, do të vazhdojmë sërish të qëndrojmë sërish bashk live për të shkuar në të momente në Itali, pasi është duke na pritur 55 vjeçari Murati, i cili ka plot 25 vite që është larguar nga Shqipëria, jeton në shtetin fqinj, bën një jetë fort të mirë le të themi, por kur kthen kokën pas në vendlindje, konkretisht në Mokër të Pogradecit, ndihet keq dhe madje ndonjëherë loton për atë vend. Por pse loton, ka mall apo diçka tjetër, do të jetë 55 vjeçari i cili do denoncojë në këtë momente dhe hapdritaren e ftoi. Murat, përshëndetje në radhë parë. Përshëndetje. Faleminderit që më kontaktuat. Në fakt më kontaktuat dia par dia mos gaboj dhe më treguat që kishit një problem. Po. Mund të më tregoni kush është problemi? Po. Radhë parë gëzoj që e mirë edhe i ka dhenë zemër gjithë njerëzve, u ka hapë një dritare që nuk e hapë çdo lloj kanali. Problemi im është ky atëta, nuk është se po mendoj për vete, po në përgjithësi. Po, do më hapsh llafi, po më dhe llafi, që do publikosh do ta them. Po s'ma dhe isha asgjë, faleminderit të bos. Është Po patjetër. Si thonë? Patjetër. Po. Se nuk është problem familjar që kanë probleme njerëz të minja me familjen time jetë. Është problem, ta dërgova ato foto, ti dërgova ti. E kam bërë një shtëpinë e prindërve të mi në fshat. Sa ata kishin ëndër
E kishin ëndër atë shtëpinë e vjetër siç ishte, erdhi momenti që unë e bëra shtëpi. Odeta nuk, se ndoshta ti nga Skrapari me origjinë, më duket apo jo. Po. Edhe unë jam apo nga zonë e Mokrës. I qartë. Odeta, janë në fshatra, 5 fshatra të tërë që të bllokuar nga rruga. Shkojnë vetëm makinat e larta 4x4. Njerëz që vuajnë edhe se ngrenë zërin. I kam shkruar të më ktheu përgjigje këtij bashkisë. S'kam edhe kohë unë shumë si kur vetë në Shqipëri, se kam edhe punët e mia këtej në Itali, një tjetër se punoj për vetën time, kam edhe njerëz se një kështu. Odeta, se e ke parasysh se si funksionon Shqipëri, që takosh kryetarin e bashkisë, duhet takime, duhet prenotime ku ta gjesh. E ke parasysh? Odeta, po të flasim motër. Familje të tëra të abandonuar nga shteti. Që se hapin gojen. Mora veshje diçka tjetër, njerëz që janë fshatime ka emrin çes me vogël. Janë 2 çezë, çes me vogël, çes me madhe. Po, lagje. Familja të tëra që janë të abandonuar nga shkolla, nga vend mësuesit në orën 8, në orën 9 vjen atje, në orën 11 bën shkollën ikin. Por pse? Po pse? Se s'ka kush i kontrollon. Kanë vënë odeta kryetari PS-s që është atje, se po flasim kështu po themi se po jam sa gjëra kështu, se me që ti e publike edhe unë duhet ta bëj gjytime publike. Po patjetër, publike po e bëjmë. Sa është një njerëz që s'ka për 4 klas shkolla, nuk e di si ditë numër lekët. Edhe mora vesh që ky merrte lek fonde nga bashkia për rrugën, për mirëmbajtjen e rrugës. Gjoja me lopata, po çfarë do bësh rrugën ti me lopata, do rrugësh rrugën. E di sa kilometra janë odeta, 12 kilometra. Dhe nuk thot njeri me odeta, nuk të thot njeri që ti ta shtrosh me asfalt. Po janë gropat shu 1 metër lart që ti me makinën. Unë kam marrë një makinë që kam në Shqipëri, se kanë erdhur mundësinë aty që lev 4x4 vetëm për atje për ti ku në fshat. Edhe ja dalë se kam durim se njeriu ku e do një vendin e vet, origjinën e vet, se ne kemi çdo njeri ka një origjinë. Pastaj një pjesë e lën origjinën, një pjesë unë jam i fortë për origjinës time. E qartë, e kuptoj. Se më dhim se të vendim. Unë nuk do t'ja di njeri fare. Mo ka folu me njeri, me janë qaj që kam biznese, po e des nga fshatim. Nuk ka hapin gojë se ka frikë se më su qonë policia o qonë e një për kontrol e një tjetër. Edhe nuk do t'ja di njeri fare. Është edhe një kishë që ven edhe muslimanët e ka jemi shumërena jo. Edhe muslimanët që ka qenë që në kohët e lashta jo. Edhe katolikët e tërë ven atje frekuentojnë. O deta ven nga Elbasani, nga tërë zonët. Që kone në verit se nuk ku prishe kone në verit. Do t'ja di njeri fare, odeta. Por si ka mundësi, banorët nuk kanë kërkuar të drejtën e tyre të... Nuk e hap gojë njeri fare, odeta. Nuk e hap gojë njeri fare. Por çfarë, kanë frikë? Edhe po, kanë frikë, nuk e di nga çfarë. Por frikë nga se? Edhe ishte njëri që se pata folu me njëri që ka një tip lokali, e ke parasysh në fshatrat e prapambetur, kështu një tip lokali. Edhe fola me ata, tha shumë që po që se ti blejmë një skavator të dy, tha shumë, no? Do e blej vetë, tha shumë, por si këtë ka të punoj njëri, ta sillu nga Italia, tha shumë. Tha jo mirë, tha, po që se shumë e blejmë të dy, tha. Pastaj sot gjua me këtë quni, e ke parasysh. E di pse, se ky ka janë një dyqan aty, kanë makina me letra, pa letra që bëjnë atë rrugës, e ke parasysh 4x4, nuk do t'ja di njeri fare këta. Më dëgjoj, i dashur Murat, si puna e Mokrës, që është vendlindja juaj, unë jam e sigurt që ka edhe shumë fshatra dhe zona të tjera zona thella Shqipërisë që kanë përfunduar kështu, që janë prishur rrugët, nuk janë ribër, njerëzit janë ngujuar, nuk ngren zërin, por ajo që mua më bën përshtypje me vendin ton, ti ke vite që i larguar besoj nga Shqipëria. Kam 25 vjet. A, ke 25 vite që i larguar në Itali. Ne nuk e ngrem zërin për gjërat që ne na duhen dhe janë emergjente, por e ngrem zërin për sa i përket partive politike. Bravo, lumt. Dhe kjo është një fatkeqësi për vendin tonë. I shkrojta odeta, për ta thash të flasim motë, i shkrojta kryetarit bashkisë më ktheu përgjigje. Ata është ai fondi shqiptar i zhvillimit, mirë po, se që mora vesh neve një tjetër, ai vash nga Amerika, nga që ishin këto Soros e këto shoqatët që janë kështu. Edhe
Tha, e kemi bërë atë kërkesën andeta, po presin që na jepet ai fondi tha për të rregulluar tha. I thashëm kështu, o kryetar thashun, do të bëj një lapidar thashun, do ta heqën lapidarin e dëshmorë, do ta vë me një vend tjetër, se ata nuk e prishin dot thashun. Do ta vë me një vend tjetër atë, se të dy s'ka ashtu, s'ka kuptim. Po vetëm bëj do ta bëj unë lapidarin atij, që ti ngelesh historikisht ngelesh në çezmë, po vetëm për rrugën. Sa mirë faleminderit, sa ai do kthej përgjigje mbrapa, fare, edhe ta. Para ca kohësh, ka 1 vit, 2 vjet, nuk e di se më mirë, këtu në bus të Arsisë, ose jemi afër kësaj zonës Milanos, jemi ndërmjet Milanos e Torinos. Erdhi Edi Rama, se çdo njeri ka preferencat e veta, si punë e sportit dhe politika. Nuk është se mua bën shumë, po si punë e sportit dhe politika. Erdhi Edi Rama, Odeta mund të kem mbledhur një 50 veta. Majtas, djata, se kam punë aty që kam një firmë dështimi time, edhe një kam njofi, edhe italian kanë shpen Odeta. Po si, unë mbush salla me italian? Jo, kishte edhe, unë çova italian, po ndoshta kishte edhe tjerë italian. Mund të kesh shpen 50 veta, unë vetë organizova ata se kam njohje këtu në zonën time, që organizon e Novarës. Edhe me ata që ishin me Berishën, erdhën me ata, unë mbusha i stadiumi plot e për plot. Po se ngriti zërin, kishte shumë që donin të kërkonin flisin. Kishte gazetar, kishte ashtu, edhe unë isha aty afër në atë zonë, se mua më thërriti njëri, që unë kam një lidhje pune me ata, njëri që ka një tip fabrike këtu, nuk e di këtu zonë e Milanos, edhe më shkrojt e ta Murat, po që se ti do të takosh Edi Ramën, ta ja punë mundësi, sa im duke se organizoj ato, atakimin aty. Edhe vajta unë pastaj njëra tjetër organizohet se njëra tjetër a lejtë për takim su be mundur. Është vështirë takosh kryeministrin, e vërtet. Po ngrit dorë të rritje, po kur janë zhuma të mëdha ato po lante ndezën njëra tjetrën, ai e morën Edi Ramën e nxorën kështu andej, e di se na të merdi, Odeta, ndejmë 2 orë përpara se s'po na hapshin o borën, aq shumë grumbullime i madh njerëz kishte. Po nëse do të takoj kryeministrin, çfarë do i thoshe atë ditë? Mund të thosha vetëm për rrugën, për interesin tim do thosha, për rrugën zonës time, vetëm për atë do i thosha. Do bëhet në gjë për këto, se njerëzit bëhen co për votat e njëra tjetrën. Vetëm për këtë do i thosha. Nuk na u dha mundësia fare. Po tash një i madh, kur vjen një kryetar shteti, ose zëvendës kryetar kryeministër, kur vetëm me një vend, mes njerëzve të vetë, me një vend huaj, njerëzit mblidhen majtas, djata mblidhen tërë për kuriozitetin. E ke parasysh? Odeta, unë kisha afër gjysmore, po erdhën nga Torino nga 1 orë gjysmë me makinë, nga 2 orë me makinë erdhën njerëz. E kanë dashur këtë lloj takimi me kryeministrin e emigrantëve në Itali. Si u dëgjua fjala njerit, vetëm kështu duar trokiti, tha një llafa, i tha, këtu janë 40.000 impreza shqiptare, firma shqiptare, tha që punojnë, tha, tash tha nuk kemi mend kohën e ashtu, tha që bënë bullalliqe, vjedhim kasetofona, makinash, e vjedhim kështu, tha, ka erdhur ora, tha që, po thot në italian, tha që shikon çik kështu, thoj, Cosa c'è? Thuaj ta, jepja përgjigje ta. Tash po na mëson te neve çfarë të përgjigje të jepnim italianëve, no. Mo dëgjoj, Murat, ai kishte ardhur aty në Itali që të fliste ai dhe të dëgjonit ju. Jo ti bëni ti pyetje dhe të merrni përgjigje nga kryeministri. Po pra. Edhe kam llafin Odeta, i kam shkruar te kanaleve të tjera se s'do ta them se nuk është normale. S'ka këtë fare përgjithë. Do t'ja di njeri, merren me cop rrugën Tiranë, ai kryetari i bashkisë po guardes ka bërë punë. Mirë, unë dua që ditën e sotme Murat të përcjellësh një mesazh të fortë, pikërisht për kryetarin e bashkisë për atë rrugë në fshatin tënd, në Mokër, që është e parregulluar me gropa dhe njerëzit janë të izoluar, besoj duan orë të tëra për të përshkruar atë rrugë dhe nuk kanë makina me çfarë ta përshkrojnë. Odeta, e di çfarë bëhet Odeta. Vin makinat e druve si një pjesë e njerëzve, edhe dru tash i kanë vajtur larga. Se iku ajo kohë që ishin drut afër. Dhe ato e prishin, mjetet e rënda e prishin. S'ka as kontrolle që janë të lidhur me njëri tjetrin andaj, s'ka as kontrolle asgjë që ndalon. Ato i shkatrojnë rrugët, i shkatrojnë. Kush e ha pastaj e ha ju Hallexhiu, ai që s'ka mundësi që vuan për bukën e gojës, për shembull. Ti dëgjohet zëri, personave që nuk ju dëgjohet zëri. Odeta ishte aty afër shtëpisë time, ishte një grua se po llafosim kështu, se ndoshta nuk ke kohë, se di shumë mirë që s'ke kohë. Vetëm duhet ta dish që jemi në live, të gjithë denoncimin që po bëjmë. Dai Odeta, unë ta thash. Odeta është një ty, Odeta, jetonte në një shtëpi të
gjysma e prishu pa drita, një njeri, një grua, që atje tash i kalon ariu natën. Edhe kështë vajtu për ndihmë andej, tash i fëmijët e kanë abandonuar Odeta, e kanë lënë. Se bëj me emër se s'ka lezet një ati. E kanë lënë fëmijë, s'do t'ja dim për ata. E sa vjeç është kjo zonja? Sa vjeç është kjo zonja? Është një 65 vjetë, 66 vjeçë. Unë sa që vetë japë në një, po s'kam që t'i bërë dhe se mbaj do të shpje ime si të muhabetit. 66 vjeç dhe fëmijët e kanë braktisur, po bashkëshorti? E kanë bashkëshorti ka vdekur. I ka vdekur nga skamja, Odeta, nga skamja mora vesh. S'kishte bukë të anë, e vdik nga skamja. Edhe ka vajtu ka kërkuar ndihmë nga bashkia, më tha njerë mua që ta shu i bërë sa video njërën tjetën ato, po ku t'ja shoja me Odeta, ja shova asaj shoqatës që është atjes këtë përgjë fare, se thonë ka kalamajnë, tha ajo. E ke bërë, ka fëmijë. Po mirë, ka fëmijë, s'ka fëmijë, ta lësh një plak njeri, gjysma shtëpisë dy kaçe rënuar, ajo rritë me cep poshtë, pa drita, pa gjë, gjysma rënuara, që nesër mund të shembet edhe ajo. Vite, kështë vajtë kryetari pëses të fshatit, që me zdi dy lafe, Odeta, kështë vajtur, Odeta, i kështë bërë foto, i kështë bërë video, gjoja, pësa për gënjue për t'i marrë votën, e kështë nikur pastaj, no? Po nuk bëhet e mua të gënjesh njeri, të mashtrosh njeri, Odeta. Dhe sinqerisht nuk e di Odeta, nuk e di çfarë them. Çdo njeri ka zonat e veta, ka hallet e veta, njëra tjetër. Për mua ishte e rëndësishme kjo, e ke parasysh Odeta, për ta bërë publike. Dhe më vjen mirë që e bëre publike dhe dua që zëri jote të dëgjohet dhe sinqerisht më vjen keq, jo vetëm për zonën tuaj Mokrën, që është pa rrugë dhe për atë plak të moshuar, të braktisur nga fëmijët, por për gjitha zonat, qoftë në veri dhe në jug të Shqipërisë që janë lënë në harres dhe kjo bën që shqiptarët të largohen, të ikin dhe Shqipëria të ngelet me 1 milion banor, të katandisemi. Atë, Odeta, Odeta, ti di shumë mirë që unë për vete kam dhimbje, po unë po ja fus furimën edhe fëmijëve të minj, që kur erdhi çunimi i madh, është 30 vjet, për të parë sa vendi bukur që janë ata. Se neve që jemi për aty na dhimbse të vendi, po nuk na duket ndonjë bukurie rrallë se aty jam rritur, por vetëm që më dhimbse. Kurse kur vjen një nga jashtë shef, thua sa bukur që këtu, sa bukur tha, no? Si thon, Odeta të betohem me gjithë gruan ka bërë luftë gjema letrat. Ka bërë luftë. Nga bashkia, nga noteri, një gjeta radhën, mik pas miku, jo se pagova lekët, ta them drejt, nuk pagova lekë. Nuk pagova lekët i dush me bileta me tëra. Gjerë takova zvend zërtojnë e hipotekës që mi bëjnë letra. Tha, Murat, e disë është muhabeti, në fshatin tënë të ska as një shtëpi me letra, ta. Ja të tëra pa letra, i ka tëra shteti, ta. Se është me i ligji parë, ta. Vetë ti për bërë me letra, ta. E ke parasysh Odeta? E marr me mend sepse unë jetoj në Shqipëri dhe në shumë vende të Shqipërisë kam vajtur dhe kam parë varfërinë që i ka. Odeta, unë jam gati Odeta, po që mua më thot bashkia, o Murat, duan 2 milion lekë nga ana jote, do t'ja dërgoj Odeta, do t'ja jap. Për ata njerëz më shumë Odeta, unë 3 herë në vit vete 4 herë, 3 herë, 5 herë vete. Odeta, unë makinën time, unë hyj dal se kur vete njeriu për qef, së më bërë për shtypje, edhe nusja ime është nga lushnja ka qefat vend, nga një këthejmi bënda ditës, dhe po ka dhe se këthejmi prap, e ke parasysh? Mirë po. Ajo zonë shumë e bukur. Po pra, edhe kam llafin Odeta, po nuk jetohet kështu Odeta, nuk jetohet. Ne do të hyjmë në Evropë, sot e marrim ato Evropë, po Evropa i ka rrugët e Arabëve i ka shtruar me xhavor të paktën. Rrugët e Arabëve, jo rrugët e njerëzve, apo jo? Murat, më the që kam 25 vite që je larguar nga Shqipëria. Po pra. Dhe desha të pyesja, jeta jote aty në Itali? Leta e ditë Odeta, këtu me shumë sakrifica, me shumë kemi kaluar shumë periudha të ndryshme. Periudhë që ti këtë trujse s'po këtë punë, periudhë që se këtu takset janë mëdhaja, janë ato. Nusja ime po qesh se unë orën 8 vit, tash që është bërë në orën 9 ndoshta punë. Nga puna. E ke parasysh, është shumë e vështirë. Mirë po, si e thonë, faleminderit, po jetojmë normal, e ke parasysh, se po bëjmë jetë, po jetojmë normal, e ke parasysh. Edhe sa mungojnë gjëra, ata s'kemi as na mungojnë si të llafin. E qartë, kush punon një Adel? Unë jam me këtë parim, kush punon një Adel? Ai që do të punoj. Po dita kam qenë që s'kisha asgjë që erdhëm si thonë, se u erdha me gomone nga Shqipëria. Me lugën Brest. Qa viti ke udhëtuar? Në vitin 2000 kam erdhur me gomone, po herë e dytë, se herë e parë bëm 5 orë rrugën det, na ndoqi financa, në 6 mëngjesit u kthyem në Vlorë.
Po kur u kthyem Odeta, kur pash fëmijën, se kur ikëm neve, ishte një familje që kishte fëmijë, thash o zot, tash vetëm ai fëmia të jetë gjallë. Kur u kthyem ishte gjallë. Nuk ram det, e ke parash. Thash si kemi me gomone unë. Dhe prapi kemi gomone. Pas 2 javësh harrova. Mori një telefon, sa des kisha celular, mori një telefon këtë të një posta diku ishte aty. I kam fat, pa menduar shumë pastaj. Me që rruga e tjetër pastaj. Odeta, kemi ikur me lugën brez, si thonë, edhe ndoshta me borxhe. Dhe unë jam e sigurt që shumë shqiptarë në ato vite, duke nisur nga 96 deri në 2000, se më pas u hoq kjo e gomoneve, le të themi, shumë shqiptarë kanë bërë shumë sakrifica, kanë rrezikuar jetën e tyre. Po pra, se ti nuk e di do kthesh gjallë apo jo. Do kthesh të vjen në atë vend apo jo. Por frikë pasur dhe i gomone. Që e ka fjalën Odeta, po me shumë sakrifica, pas ka patur periudha ndryshme Odeta, në 2008 plasi kriza edhe këtu. Sa fillova të punoja për punët e mia, plasi kriza, taksa për të paguar, se këto do ta mbyllje firmën, o tani japur. Me shqyr punonte gruaja, çik gruaja se kishte blerë shpëtë me bankë 2007-ën. Me zor, me ashoja dole, pas e erdhi u hap bara, se ka njerë Odeta bën luftë njeriu çat dole, po si erdhi momenti s'ka. Janë të shkruara, thuhet që janë gjithçka e shkruar. Ne kemi të shkruar jetën tonë. Shkruar, ti bëj luftë sa duash. Kur fillojnë erdhë punë 3 kantiere njerësh pastaj. U çej, s'podia dot si ti menaxhoja, zemë Odeta. E kam bërë me sakrificë bën, se di çfarë po i thosh Anusës, ta gënjej Odeta, do të them. Se të shpinë fshatë atje, pavarësisht se jargjojnë 50.000 euro pa valë, se thonë se nga qefi njeriu e bën gjë. Se bën gjë të bukur, tjetë që ndryshe. Mirë po, se nuk e bëra për nxjerr lek, u bë për qef, e do rri për qef. Prashi po frekuentohet se ja kam dhënë të drejtën Odeta, se jemi 6 fëmijë. Po kam dhënë të drejtën kush të dojtë marrë Chelsea në vetëm, vetëm e gjet pastër ta lart pastër shtëpinë. Apo jo? E qartë. Edhe një përve, edhe mbesave, se të shi, unë po bëhem, ja 55 vjetë, një të kushe do qelsi merë edhe ik. Vetëm mos ta bëne zjarë në një, që brenda e bojë, mos ndikoj në një e zemë. Se t'ja daj do të njerëzve të mi, se më dha letrën tërë, më dha lejën, atë për të bërë shpinë. Se se kishin mund të minë, Keni bërë një shtëpi pushimi, le të themi, në vendlindjen tuaj, që kush do shkon dhe çmallet dhe kënaqet. Odeta, pastaj, që kur fillova unë, fillon të tjerët ka filluar tash fillon po lëvizin, po ndërtojnë. Dhe më vjen mirë, ne ku ta gjejmë të ndërtohet Shqipëria dhe mos braktisen. Po pra, atë po them pra, se do të jenë çik nismëtar. Për mua ishte nismëtar një tjetër, një shoku im, që rri po ngradec, ai e bëri atë, po mbushte mendi. Njerëzit thoshin aty ja mbushi mendi filani aty që bësh. Unë doja vetë bëja, nuk është më mbushi, se lekët fund fare do nxjerr ai, do nxjerrja unë. Dhe ke bërë shumë mirë dhe ti bëjmë thirrje. Po pra. Ti bëjmë thirrje pikërisht të kryetarit bashkisë që fshatrat mos boshatisin, të kenë dritat, kenë ujtë, kenë rrugë, është më minimale, jetojmë në 2025-ën dhe t'ju mungojnë njerëzve gjëra më minimale. Odeta, ti nuk e ke idenë, Odeta, se ndoshta edhe nga zona jote, edhe nga ke lëvizur, Odeta, ti se ke idenë që ajo zona ty mbante me mirë, me qindra familje, fshatër të populluar tërë. Ka ngelur toka djerë që u bën si kone zogut, më shumë se njerëz kone zogut se tash Odeta. Fshati ishte 150 familje, ka ngelur 30. 30 ka ngelur, edhe ata me dru, me gjëra kështu që merren një tjetrën, edhe nuk është se shkonin punojnë tokat Odeta. Baktit kanë ikur, s'ka me bakti. E marrë me mend, e besoj këtë gjë. Po mua beti që atëherë, plus i kishte bakti, plus i kishin kooperativat, ato baktit e veta, plus kishte vende për kullotur, çdo familjar kishte një lopa, një diçka të vetën. Tash janë abandonuar fare Odeta. Uroj që zëri juaj i dashurat të dëgjohet ditën e sotme në këtë live. Unë të falenderoj që më telefonove, ishim të dy së bashku, ngritej një problematik shumë të rëndësishme për Shqipërinë, një problematik që e ka çdo vend, çdo fshat, çdo zonë thellë. Kështu që uroj që zëri juaj edhe imi bashkë të dëgjohet. Odeta, shiko këtu.
se nuk se në sistemi vjetzor kur del kështu, se një herë kam takuar një që është Idet Beqirin me gjithë atë si kishte emrin ajo. Po unë isha kurioz takoj Idet Beqirin. Kjo ishte kurioze takon të shoqen. Qillon të turizmi, hopi një kafe ishte aty përballë. Lele se vinte zor, në sistemi vinte zor. Më po kishim atë çunë matë ka bërë shkollar të njëra tjetër në si bashkë fare me edhe kryeministrin tjetër dhe ai kush do të jetë. Vetë flasun tra, vajte foli me atë, vajte me pim kafe u kënaqim. Bashkë, no? Edhe në sjastime, i thash, shiko se do të flas më detë. Ose ajo mama së ndeshë. Mi bëj të fala, se ja dëgjova zërin dhe mi bëj të fala bashkëshortes. Oj, kaj do të them edhe kaj lafe, bo. Dhe ta, po në dëgjua zesha dhe do dëgjohet aja për dëgjuar, po nga njerë u hyrë nga i këveshë dhe nga në tjetër, se bëjtë ku se dëgjojnë. Je ftuar kur t'jemi në pushime atje, se vi unë marrë me makinë atje, me gjithë burë, me gjithë familjarisht. Një natë. Të falenderoj, Murat, të falenderoj. Shtëpia është komode, i ka si këtu në Itali, si shtëpia në Tiranë. Të Tiranë, është komode me tera. Që nuk merret kur hyn brenda, nuk duhet këtë qesh atje në fshat thellë. Kush hyn? Të falenderoj sinqerisht. Mirë, të falenderoj dhe që më telefonove dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit edhe unë. Faleminderit, shumë faleminderit. Këtë falë nga nusja ime dhe nga kemi njeriu tonë këtu edhe nga nusja tjetër këtu. Faleminderit. Këtë falë dhe të uroj gjithë mirat, se je zëri i parë që dëgjon që e bërë për ta njerëzit. Zëri i parë. Faleminderit, sinqerisht Murat. Të përshëndes. Shumë faleminderit dhe gjithë mirat. E dëgjua mesazhin e 55 vjeçarit Muratin, i cili është emigrant prej vitesh në shtetin italian, i cili ndihet keq kur i kthehet në vendlindje dhe shikon që nuk ka as rrugë, as shtëpi, as gjë në fshatin ku ai u lind dhe u rrit. Dhe në fakt nuk është vetëm Murati, janë shumë emigrant të cilët më telefonojnë çdo ditë dhe më kërkojnë që të shkoj në këto vende, në këto fshatrat që janë braktisur nga të gjithë njerëzit dhe gjithçka është kthyer në shkretë të tjera, apo një fshat, le të themi varres, kështu desha ta përcaktoja dhe për hir së vërtetës, fshatrat e thella si në veri dhe në jug të Shqipërisë po kthehen të frikshme, gjithë njerëzit janë larguar, gjithçka është braktisur. Janë mesazhe të forta që emigrantët dërgojnë dhe pikërisht jo për ne, qytetar apo ju audienca që po më ndiqni këto momente, por për administratën, pikërisht për institucionet që duhet të vendosin dorë dhe pikërisht bashkitë e këtyre vendeve të ndihmojnë ata pak njerëz që kanë ngelur në ato fshatra që ata mos ikin dhe të braktisin komplet vendin e tyre dhe Shqipëria të katandiset në 1 milion banor, sepse një numër shumë i lartë i shqiptarëve është larguar tashmë nga Shqipëria dhe këtë gjë ne e dim. Por gjithsesi duhet ta duam vendin tonë. Ndoshta unë nuk kam vendosur të emigroj, të largohem nga Shqipëria, kam vendosur që jetën time ta bëj këtu. Por e ardhmja e fëmijëve të mi nuk ndihet dhe kjo më bën të ndihem keq kur mendoj që edhe rinia e sotme mendjen e ka për te kufive. Zduat bëj moral dhe zduat flas shumë për politikën, sepse për herë them që jam apolitike, por për këto tema vërtet ndihem keq, jo vetëm unë, por kushdo që më ndjek. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, apo keni një eksperiencë për të ndarë, apo doni të jepni mesazhe të forta, siç Murati dha ditën e sotme, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo paradite jam live me ju që zëri juaj të dëgjohet. Faleminderit dhe takohemi nesër.